Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Përshëndetje, jam një burr 46 vjeç. Kam një baxhanak që e kam pasur gjithmonë si vëlla. Kemi shkuar shumë mirë që në fillim. Kemi ndar hallet me njëri tjetrin dhe gjithmonë kemi pasur besim të verbër tek njëri tjetri. Ky besim në njëri tjetrin na bëri që para disa vitesh të hapnim edhe një biznes bashk. Hapëm një dyqan ku shisnim telefona, shisnim aksesor dhe bënim riparime të ndryshme. Puna na eci mirë. Dyqanin e kishim në një zonë me lëvizje, kështu që kishim gjithmonë klient. Kemi punuar fort të dy për ta ngritur atë biznes. Në fillim rrinim vetë, e pastaj morëm një djalë si punëtor për të na ndihmuar, sepse nuk e përballonim dot të gjithë fluksin, sidomos pas ditëve dhe në mbrëmje. Por baxhanaku im ka një motër. Ajo është 40 vjeçe. Për një kohë të gjatë, ajo kishte jetën e saj, kishte familjen e vet, por gjërat nuk i shkuan mirë dhe para pak kohësh u ndan nga burri. Siç ndëgjova nga baxhanaku, ajo kishte një periudhë shumë të vështirë. E pas ndarjes, asaj i takoi shtëpia dhe jetonte aty, krejtësisht e vetme. Problemi më i madh nuk ishte vetmia, por pas ndarjes mbeti dhe pa lek. Ishte edhe pa punë dhe i duhej t'ja bënte disi. Nuk kishte fare të ardhura, ashtu më thoshte baxhanaku. E rrinte gjithë ditën e mbyllur brenda, duke u menduar. Një ditë, teksa po rrinim me baxhanakun aty tek dyqani, baxhanaku ma hapi këtë bisedë. Ishte i mërzitur për motrën e tij. "Ata heqim këtë punëtorin nga puna e ta fusim motrën time", më tha ai. "I ndihmon më shumë që ta marr veten pas ndarjes. Të paktën del nga shtëpia, merret me njerëz, e fiton lekët e saj, sepse deri tani jam duke e mbajtur me lek", më tha ai. Edhe ta hiqnim këtë punëtor nga puna nuk ishte e lehtë, por situata ishte e tillë që më shumë ajo punë i nevojitej motrës së baxhanakut, e unë nuk e mendova dy herë. E dija sa shumë e donte ai motrën e tij dhe në fund të fundit dyqani ishte i joni. "Bëj si të duash", i thash unë, "nga ana ime nuk ka asnjë problem." Dhe ashtu ja bëm. E hoqëm atë djalin që kishim në punë dhe morëm në dyqan motrën e baxhanakut. Ditët e para ishte ashtu siç më tha baxhanaku. Ishte pak e heshtur. Ajo ishte ende e mbyllur në veten e saj prej halleve që kishte kaluar. Por pak nga pak filloi ta merrte dorën, sidomos me ndihmën time, sepse unë rria shumë e bisedoja me te e ngacmoja her pas here vetëm që ta bëja të qeshte. I tregoja se si funksiononin gjërat, i tregoja se si bëheshin faturat, e si u flitej klientëve, e ajo mësoi shumë shpejt. Gjatë paradites, dyqani ishte pak më i qetë, por mbrëmjeve kishim gjithmonë më shumë punë. Njerëzit mbaronin punët e tyre dhe dyqani mbushej. Për këtë arsye, çdo pasditë dhe mbrëmje, unë shkoja te dyqani dhe punonim bashkë me të, për ta ndihmuar që të mos e përballonte e vetme gjithat fluks.
Baxhanaku merrej me furnizimet dhe punët e tjera jashtë, kështu që unë dhe ajo rinim më shumë aty. Në pamjet e parë, ajo ishte një grua mesatare. Nuk ishte as shumë e bukur, por as e keqe. Fytyrën e kishte të thjeshtë, nuk lyhej shumë, por ama trupin e kishte shumë të mirë. Duke punuar çdo mbrëmje bashk, ne krijuam një lloj miqësie dhe bisedonim lirshëm për gjëra të ndryshme. E kur mbyllej dyqani, e vinte nata, ajo nuk kishte makinë e as nuk I jepte makines. Me duke ja pa drejt, Talia të priste autobuset në orë të vona, e të merrte taksi, I shkonte e gjithë paga pas lekeve të taksis. Kështu që e bëm si rregull që pasi e mbyllim dyqanin, unë e merrja me makinën time e çoja tek shtëpia e saj. Rruga nga dyqani për tek shtëpia e saj zgjaste 20 minuta. E në fillim, këtë rrugë bënim me një qetësi të madhe. Flisnim vetëm për punët e dyqanit e për llogaritë e ditës. Por si ndodh zakonisht me kalimin e kohës, ne filluam të liroheshim edhe me tepër në biseda. E për të thyer atë heshtjen e thjeshta nga smoja, si një lojë fjalësh, unë fillova t'i bëja një pyetje sa herë që e parkoja makinën para shtëpisë së saj. A të vi edhe unë sonte tek shtëpia jote, I thoja unë. E unë e thosha krejtësisht për të bërë shaka, për të ngasmuar pak, por edhe ajo e kuptonte, e merrte me të qeshur, e me kthente gjithmonë të njëjtën përgjigje. Do të vish, por sonte është vonë. E të vish ditën është akoma herët, me thoshte ajo. Prit pak, ndoshta do vija jo ditë. E kjo gjë nuk ndodhi 1 apo 2 herë, por u bë zakon, sepse s'dija ç'ti thoja tjetër. Kalonin javët, ne punonin çdo mbrëmje bashk, e mbyllnim dyqanin, hipnim në makinë, e kur arrinim tek shtëpia e saj, unë nuk e harroja batutën time. Po sonte a të vi, I thoja. A erdhi koha, apo është akoma herët? Ajo hapte derën e makinës, kthente kokën nga unë dhe me thoshte. Akoma nuk ka ardhur koha, qeshte dhe ikte. Ishte kthyer në një rutinë kjo bisedë që na bënte të qeshtim të dy. E unë nuk e kisha marrë kur me shumë seriozitet atë punë, por thjesht ishte një ngacmim I lehtë. Por pak ditë më parë, në një mbrëmje shumë të lodhshme në dyqan, ku kishim pasur shumë njerëz, kishim shitur disa telefona, e unë isha edhe I gëzuar, e mbyllëm dyqanin më vonë se zakonisht. Ishim të lodhur të dy, e hipëm në makinë, e unë shpejtova që të dërgoja deri në shtëpi. Askush nga ne nuk foli shumë gjatë rrugës. Unë po dëgjoja radion e po jepja makinës në qetësi, ndërsa ajo shikonte nga dritarja. Kur mbërritëm në lagjen e saj, e u futa tek rrugica që të çonte tek shtëpia e saj, e ndala makinën fiks para derës. Ajo mori çantën e saj nga sedilja, e unë si zakonisht, për të mos e prishur lojën tonë të përditshme, u ktheva nga ajo. Po sonte, a të vi? Apo është herët akoma, I thoja unë. Ajo kësaj radhe nuk qeshi, me shikoj e më tha. Eja, tha. Unë hapa syt, sepse nuk po më besohej. E ka me gjithë mend, tha. Eja sonte. Nuk po e prisja fare atë përgjigje. Kisha javë të tëra që dëgjoja fjalën, akoma është herët, dhe mendja ime ishte mësuar me atë refuzim. A ke me të vërtet, e pyeta prap. Eja, tha jo. Pse jo? Eja të rrim bashk. Nuk isha çfarë të thoja me tej. Hoqa ripin,
e sigurimit dhe hapëm dyert, e dolëm të dy jashtë. Eca pasaj deri tek dera e shtëpisë. Ajo nxori çelësat nga çanta, hapi derën e ne u futëm brenda. Kur u futëm, ajo mbylli derën me çelës. Shtëpia ishte në errësirë e ajo ndezi vetëm dritën e korridorit. E ne qëndronim përballë njëri tjetrit. Mua me ishte thar goja, sepse me kishte ardhur shumë e papritur kjo ftesë. Mos I tregu askuj që erdhe, me tha ajo. Kuptohej shumë qartë që e kishte fjalën për vëllaun e saj, baxhanakun tem. Ai besim që kishim ndërtuar ishte një gjë e madhe, dhe kjo që po bënim tani e kthente gjithçka në një të fshehtë mes nesh. Mos ki merak, I thash, ta jap fjalën. E sa po përfundova unë këtë fjali, ajo hodhi çantën mbi karrige, pastaj mi hodhi duart në qafë dhe me përqafoi. E unë e mbaja të shtrënguar. Pas atij përqafimi, ajo ngriti kokën dhe me puthi në buzë. E ne ishim akoma në korridor. Pastaj ajo ul në karrig. E unë ju ofrova, e fillova ta puthja përsëri, ndërsa ajo, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.